Teo, djallë, ku po shkon, pa këtu njerë. Fojt, vati. O djallë, ku këtë shku? Qfa klasën gjistores? Qa se kom problem? Qfa faftes, ti pa provimi, që më dil jashtë? Dil më jashtë nësë pjeshe, nësë po pjeshesh. Dil jashtë. Dil më jashtë, ku të më në jetë një këtu. Shka? Nësë pjesh, dil jashtë, ku të më. Hajde. Dil për jashtë ta, ti u boni këtu. Quiz. Zëjqa. Angel. Perfekt. Stashin edhe janë shoj kadritori janë. Ata ka mësër shumë. E tëra asimetrike dhe tita nga regjinuar antiklike në bashkëpunime adoksidin e natriumit. Mirë, një afton. Se të thëmë vërtetën, jeni vetëm në shkollit që ke meritor pasurin. Përshërështë, në dy që në të thamë, jam të demose i këzuar. Që kemi klosa? Që. Shkon t'i djallë mirë? Kuja. Po, Luan. Klos. Klas? Dera një afton, në do të hysh në këtë mënyra? Asha se dora, ma mirë me i ka se dora se... Po, mirë shëke. Do të qënajtë dhe dili jashtë në mrejtë. Se dora, po marë syje, se dora. Që arsye? Nuk e mi të rësoni, që jashtë. Po zote, se dora, po marë syje, familje. What? Si, Miliare? What? Se që ka të në botë? Po më thonë njerës, tronë, familje, që po më si, s'po më qëtë para klasës, Në rregull. Vazhdoni me mësimin, tani këtë. Po, sëresh? Para se më vazhdo më folë, ki sytë ta. Po, se pistajse e jo të përsiunë një klasë, se sëresh, rasti familje thoshtë se gjyshë në kome në sklerozë, prezentore dhe që është rasti rrugë. So që për në të prova, u qutu i vadit jullit të bijë prezentore. Po? Masa ne i nga të qetër dhe i nga blokës qitë në zërë. Qetë prezentore, më ndohë. Kur gjohë këtu, masa ne lypë me qetë Facebook prezentore. Nga folë me... Sëresh, a me vjetë se përë në të bëtë rezentore. Po, tashtë. Vazhdo. Lypë me qetë Facebook, sa do më folë sa më shojqë. Shojqë që i zëtë vjetë të te prezentore. Kretë i ombër, kretë i rejtë, Facebook që i zuki vëqë, prezentora shka të tha sot me në gjithë. Se shka të tha? Keqë, se ma keqë prezentorës. Shka të tha, Luan? Folë të tregonë, si më në nërëtë. Prezentora në që tha, ku i ka shme, të që e në shkollë. Tha, qërësha të të tha, ma po marrë dhe në shpi, tha dhe marrë patrash të kimisë, tha shti këtë në satë strukë. Jo, Luan, shko t'i kujdesu për qyshën tënde, unë do t'a regullojnë në hotel. Prezentova dhe kesh të qysha së të mësua si në ka dërgarë. Ndërë që nga së dërgarë. Fjoll. Që ajo një të në në cërë jashtë? Se pra shamponi mërë, kë pera kimi? Po e vëmi pas po, dy fjallë në që tha edhe peshe në qëti. Dy fjallë peshe a qëti, ja. Hajtë vjetë sa më Qi. Qysh me peshe në dy fjallë. Unë e një gjithë gjësorë, dhe është të rajtë e zëndorën për i trësh, të e do rajnë për i trësh, këj me dy fjallë peshe. E vizë, e sa të se jetë dhe kini ja. Luan djallë. Luan! Luan, o të mlik! O
shumë në të mliku, së përdi shë më thonë. O, të në shumë që ka të miso këtë fenat. Qona venë. Ma shababe, këtu kokja? Shpika, sa të distruhe që të përvëglonë të vërcët. A gjatë kjo po dada, Alo, Nani? Po, Babelani, të po, Nani. Kush është? Borda? Që familjenerit më lajbe? Që familjenerit? E zme të gjenimi me zabat këtë rrët ditës me kompuk me. Lajbe njerët, kalli njerës. O bab, sa I huqi. O bab, shoh për ma milionerë për kurta Që shë a ti pas kështi shok tu, a? Ti pas kështi shok tu me zabat mu. Të e të në shok tu, nja ka një bryti të O le më e shoh për ma milionerë. Ja, le milionerë pra në. Bab, ku marru për ma të kalëzu që ku më konkurru për që të farë fizi milionerët. E është me pytje që a qëlloj fitoj pora, bab. Shta pare me fitu. Te le me shkuti me na për hap fjenin faqën e zez me na që shpis Zemër. Shmej. Djali jam e shku milioner, atjeni, a që pyte që dhe ty ta ama që... Jo mërë, djeli I alëzdush e kish në dorë këto sa na I vogli. Që gjeni Në fakt, kone? ky I besmi, ky I dyti, me mjekër qa. Që I kish këtë sa në dorë, shto aty këtë fizin e një manë. Së du me shkune me fol me të... Jo mërë ku më folë me ta në telefon. Qështu bab fitoj porat edhe me hecin fakultet, pa kush fakultetin. Pa fakultetit jemi. Që të pare që ti mërti, go barën këtë forti para. Që të pare që I mërti, katën e dytë kisë të të qërë, për të rëgullojmë shpajzi. Qa katën e dytë për bab, ma shka më shku në fakultet, ne? Me bordë me shku në fakultet. Tërëm. Hajde luaj qka mame sa erdha, shë erdhe gzushë ma amore e pesha. Jo, me imam. Që e ndru pa po listi që. Bravo luaj qka mame. I ardhë me vakti so bonja buke. Po, ullja? Po. Hajde. Ani luaj qka mame sa ken shkolla, shka bonja. Po, me imam. Unë e parë, pa të kimi besa mam. Po. E si o parë, shrubi orën. Kur të ka thonë, ko kam plumin e klasës, kur të qone, që shtu ka dali, e ma pa ta një pasport, këtë kam kopa. Luaj qka mame të ma zbarë të fyren. Ani ti shka punë, a ken të do dhe da Po dhe të mame kome? dola që të si përgjith shame me njëri. Njërë që shumë mame. Ka ti me mame në kone sa në përne njota, në sana, në qika. A qika të këtë mas fakultetit, e këtoja. Që kura po dhe arru, fjani kresor. E që nga ta kuizi milioner për të bëhet, të Po. që të në televizor, në orë me në animune dhe studentave që nga më shku fakultet. Po. Po, shpo, dhe ta shta bëjnë e parë për fakultet, konkurova. Milionera? Po, pa man, s'pa di pranojnë, shumë të konkurova bre. Qysh pasha mame nuk pranojnë, djoli si bek, këtë që atje I bukër po, I menë që po, shka pe do qeter? Po thua, e vë të shka e goja njerë që ta. Mirë mbrëma shikus të ndëruar, mirë se erdhët në kuizin më të famshëm në botë, kush do të bëhet milioner. Ky kuiz u mundësua nga moderatori ynë Zeq Gashaki. Unë me Vlana Zek, a jem përfaqësuese e klasëve të 12 të gjimnazit Hajdardushi në Gjakov. Kandidatët tanë personte janë Shpend Vula. Kandidatja dytë është Bukurie Shehu. Kurse kandidati tretë është Luan Mullagunga. Ju lënë në shoqërimin e moderatorit Zeq Gashaki. Mirë mbrëma shikus të ndëruar, mirë se erdhët në kuizin ton të famshëm kush do të bëhet milioner. Ky kuiz apo ky emision ka për qëllim që të ndihmojë nxënësit e shkollës së gjimnazit Hajdardushi në shkollimin e tyre të mëtutjeshëm.
Dhe pa humbur kohë, thërrasim në skenë policin Feta Berisha, i cili është i rajonit të Gjakovës, i cili do të bëjmë shenjë se cili prej 3 kandidatëve tanë do të ketë gishtin më të shpejtë. Vazhdojmë. Konkurrent të pashtë kishtë me shpejt. Konkurrenti numër 2. Me kishtin më të shpejt. Si quheni ju djalësh? Po, unë jam Shpend Vula, vin nga gjimnazi Hajdar Dushi, klasa 12-10. Kujdestari klasës është Skender Balaj, shfrytëzoj rastin ta përshëndes, i cili ka një respekt dhe kujdes shumë për ne. Dhe pa humbur kohë, filloj me pyetjen e parë, e cila është. Po. Cila është kofsha më e shpejtë në botë? Nën A, qura egër afrikane, nën B, makushi, nën C, leopardi dhe nën D, Usain Bolt. Po. Usain Bolt është atlet. Po. Është njeri. Kështu që reagohet. E eliminojnë. Po, mendoj që përgjigja e saktë është leopardi. Përgjigja e përfundimtare është saktë. Pasi që është e vërtetë se leopardi ka hapin prej 17 metrash. Më rritëm deri tek pyetja 4, pse vdiq Hitleri? Nën A, e tradhuan mist, nën B, nga krenaria, nën C, i ka dalë hajvore i djegës, dhe nën D, nuk ka pas armatim. Po, për këtë përgjigje, a kisha mujt më përdor një ndihmë? Çfarë ndihme? Më van të lutem më thirr miku ta, mund na mi përdor kom darën në publik? Po. Darën më ka nga Drenasi. Unë jam Ezet Dauti. Një pasha a i lëdh, a ki më të ne? Daj, përgjigjen, a mos më ndihmu sto? Po, një më përgjigjen, mirë të ceja që më hajvar, aty në Gjermani, pas e Hitleri për Gjermani, son e di aty, e hajvari, nuk janë djekës të ta hajvarët, janë pak një pa djekës të, po, të përcen, po, nuk ka ceja, nuk ka mundësi më po. Mbaruan tani sekondat, i lutem. Tani duhet të përgjigjeni vetë, sigurisht pa ndimin e dajës. Kjo hajvari nuk është. Mendoj që e ka bërë nga krenaria, pasi që nuk ka dashur të bie në duart të armikut. Po, përgjigja përfundimtare ime është për shkaqe krenari. Dhe është saktë, pra, është nga krenaria.